Qyteti i Shtrimes shtrihet në skajnë perëndimor të rrafshit të Kosovës. Komuna ka 23 vendbanime duke përfshirë qytetin e Shtrimes, prej të cilave 13 shtrihen në pjesën kodrinoro-malore, ndërsa 9 prej tyre në pjesën rrafshinore. Gjatë luftës së fundit në njërin prej fshatrave të kësaj komune, ndodhi masakra më e madhe që zgjoi ndërgjegjen e botës së civilizuar. Fshati Reqaq ishte tronditur mëngjesin e hershëm të 15 janarit të vitit 1999. Pikërisht në natën e madhe të Kadrit, aty ishin masakruar 45 persona nga forcat serbe. Regjimi pushtues i atëhershëm synonte asgjësimin e çdo gjëje që frymonte shqip. Përveç që vrau e masakroi civilët e pafajshëm, dogji e shkatroi shtëpi, pushtuesi nuk kurseo as xhamitë e këtueshme. Dogji dhe demoloi 4 sosh. E kjo komunë ka dhënë edhe 4 dëshmorë medresant, ndërta një imam dhe një muezin. Periudha e luftës, si gjithkund në Kosovë, edhe komunën e Shtrimes e ka dëmtuar jashtëzakonisht shumë. Është i njohur për neve Raqaku apo masakra e Raqakut edhe fshatrat malore. Gjatë luftës ne dëmtu 4 xhami. E kemi xhamin e fshatit Saralev, e cila ka qenë e djegur dhe e granatuar, që folë Zotit dhe ndihmës së donatorëve është rindërtu pas luftës. E kemi gjithashtu xhamin e dëmtuar të fshatit Pjetërshtic, xhamin e fshatit Petrov, edhe xhamin qendrore në Shtime, e cila ka qenë e ngjuajtur me kundërajror dhe e demoluar në mënyrën më të keqe të mundshme. Para luftës kemi pas 11 xhami. Do thot, pas luftës kemi ndërtu edhe 3 xhami të reja, do thot xhamia e 4 është tash që do ta hapim gjatë kësaj jave. Fol Zotit, do thot 2 xhami janë ndërtu me forcat e xhamatit, do thot xhamin e fshatit Gollancë edhe xhamin e fshatit Muzdeqin. Popullata e rajonit të Shtrimes, brez pas brezi, ka kultivuar ndjenjën fetare dhe kombëtare. Në udhëheqjen e Këshillit të Bashkësisë Islame në këtë komunë, qytetarët jetojnë në një harmoni të plotë. Ky këshill që deri në vitin 2013 vepronte në ombrellën e Këshillit të Bashkësisë Islame të Ferizajt, ka arritur që për pak vjet të krijojë infrastrukturë moderne, por edhe qëndrueshmëri financiare, gjithnjë falë angazhimit të drejtuesve të Këshillit të këtueshëm, Kryesisë së Bashkësisë Islame të Republikës së Kosovës, por edhe të komunës. Fol ndihmës së Zotit Xhaleshanuhu për krahjes së Kryesisë së Bashkësisë Islame, gjithsesi muftiut Naim Efendi Tërnava, për krahjes edhe komunës së Shtrimes, ne funksionojmë, të them kushtimisht mirë apo kënaqshëm. Deri më tani nuk kemi pas të lashet natyrave të rana ekonomike. Ja kemi dalë që të sigurojmë pagat e imamve, besa kemi siguru, do thot, edhe prona vakufnore, do thot kemi bo infrastrukturën e Këshillit, sepse deri në vitin 2014 ne kemi pas vetëm një objekt të vjetër i plesaritur, me kushte jashtëzakonisht të rënda, që ndoshta në rrethana të normale është vështirë të punohet, mirë po duke i falendëruar vullnetit të madh të kolegëve dhe bashkëpunëtorëve të me, ja kemi dalë dhe ndihmës së Zotit Xhaleshanuhu që në vitin 2014 Kryesia e Bashkisë Islame e Republikës së Kosovës ne ka ndajë gjithsesi ne ka fokusu 2 projekte. Sot, elhamdulillah bi Zotit, i kemi kushtet e mira, do të thotë në aspektin e infrastrukturës jemi shumë mirë, që t'ju them të drejtën, as që ka mund me paramendu një gjendje apo kushtet e tilla. Puna e palodhshme dhe sinqerte të gjithë stafit të Këshillit ka bërë që të ndërtohen ura të bashkëpunimit dhe të fitohet besimi tek të gjitha institucionet në komunën e Shtrimes. Komuna e Shtrimes mund të jetë komuna shembull për komuna tjera të Kosovës në raport me Këshillin e Bashkisë Islame dhe qytetarët e saj. Sepse
Këte e faktojmë me shumë fakte. Ka nda parcela për xhami. Ka nda 5 ari truall për salonin e të pamës në shtime dhe 7.500 euro mjete. Në ka nda në vitin 2015 20 ari truall në lagjën e pajtimit për xhamin. Aktivitetet apo bashkëpunimin në raport me komunën, do të thotë ne marrim pjesë rregullisht në Këshillin Komunal për Sigurinë përsi. Aty roli i ynë është i çmueshëm. Këte nuk po e themi ne, këte e thojnë edhe vetë përfaqësuesit e komunës. Do thotë në gjitha aksionet cilat kanë të bëjnë me dukuritë negative apo devijante, organizimet e ndryshme, do thotë ne jemi pjesë aktive e tyre. Jo vetëm me debate, me biseda, po edhe me angazhimet tona me stafin, gjithsesi me imamët. Gjithashtu, bashkëpunimi edhe me institucione tjera, bashkëpunimi me shoqatat rinore, jo qeveritare dhe shoqata tjera, organizimi i iftareve dhe takimeve të ndryshme. Kemi pas takime me të rit për problemet e të rive, tu i falendëru çdo herë imamët dhe bashkëpunëtorët e mi, që nga viti 2013, komuna Shtimës është ndër komunat e para, do thot pas disa komunave tjera, që ban pagesën e shërbimeve të varrimit. Kjo pagesë është në vlerë 200 euro, sot është një ndihmes jashtëzakonisht e madhe për qytetarët e komunës së Shtimës. Komuna Shtimës nga dita e parë ta quaj kështu, jo vetëm me themelimit të Bashkisë Islame, të Këshillit Bashkisë Islame për Shtime, po edhe më herët kemi pas një bashkëpunim shumë të mirë. Bashkëpunimi jonë ka qenë në këtë rast ta quaj reciprok. Kemi pas edhe një respektim dhe një konsiderat shumë, edhe një mirëkuptim nga ona Bashkisë Islame ka shi komunës tonë, mirë po institucionet tonë, në këtë rast do me thonë, duke pa parasysh edhe popullatën dhe nevojat e popullatës, këtë rast që janë xhamati i Bashkisë Islame, i mundu që me bashk koordinim të aktiviteteve me Bashkinë Islame, me kryetarin e Bashkisë Mullahisën, që ti identifikojmë se cilat janë projektet më me prioritet, të cilat në këtë rast e prekin interesin dhe nevojën më shumë qytetarëve. Dhe duke identifiku bashkarisht, thjesht, atëherë kemi mërri që në shumë proceset jemi edhe lider, ta quj, unë nuk po flasë vetë si komunë këtë as lider, po edhe Bashkia Islame në kuptimin e shërbimit ka qenë lidere. Iniciativat e para kanë qenë ende pa u themelu Bashkia Islame. Mund të thënë është në atë vetë veç u bisedeke për pavarësimin e Bashkisë Islame në Shtimin, kanë qenë iniciativat që në këtë rast në zyrën time kanë qenë të kryetarit Bashkisë Islame Mullahisës për mundësinë se si qytetarët në këtë rast mund të kryejnë me prioritet ato ceremonit e pritjes për sjelljen të mezhve që vinë për ngushëllim, sallonet e para. Sallonet e para janë ndërtuar, apo salloni i parë është ndërtuar në komunën e Shtimës, që pastaj u shtrinë shumë dhe u pas është nevojë. Po identifikimi ka qenë më i hershëm i ynin në këtë rast, domethënë i komunës tonë, i Bashkisë Islame dhe yuni, se është nevojë qytetarëve që jetojnë në qytet, nuk kanë mundësi që ta organizojnë pritjen në shtëpi. Ata mund të bëjnë në shtëpinë e vet, sepse atë ndodh, po përmes me ndodh që ta ngushtojnë fëqiun, hapësirat e ngushta, gjithë këto, atë dul si zgjidhje dhe ushtri shpejt edhe në fshatra. Po sot është ushtri në gjithë Kosovën. Pastaj ka qenë iniciativa tjetër që bashkarisht e kemi diskutuar edhe për shërbimet e varrimit. Ne e dim domethënë që është diskutuar, shkojmë me shërbimet e varrimit për kategori të caktuara, ata që kanë nevojë për këto. Mirë, po në diskutim me si, por kemi bërë një kalkulim si komunë, dhe kemi menduar se në atë kohë apo në atë ditë nevojat e familjes janë që mas pakut për kujdesen për një diçka që është me avvarin, më marrë me pjesën e tjetër të mobilizimit njerëzve, kur kjetë parasysh që sot angazhimet e njerëzve janë gjithandaj, pastaj sidomos në qytete kur mund të jenë familjarë të cilët i kanë familjet në fshatra, organizimi nuk mund të jetë shumë i mirë, dhe doli që mirë, shkojnë për gjithë qytetarët. Dhe sot është një shërbim që kryhet për gjithë qytetarët, domethënë ne kryjmë bashkë me Bashkinë Islame, një diçka që është përkrah, është vlerësuar shumë nga qytetarët. Pastaj kemi pas projekte tjera të ndërtimit të objekteve të xhamisë, të objekteve tjera që lidhen me shërbimet
Bashkisë Islame, që ne nuk kemi hezituar në asnjë mënyrë, sepse është identifikuar projekti, është identifikuar nevoja nga Bashkia Islame, është gjetur donatori dhe ne në këtë rast nuk kemi pas asnjë arsye që të jemi realisht pengesë, po më mirë ka qenë që ne shpejtojmë këtë proces dhe të ecim përpara. Duke ditur se tek popullata e rajonit të Shtimes praktikimi i fesë islame është më i theksuar se në rajone tjera, komuna nuk hezitoi dhe që nga themelimi i dha mbështetje të fuqishme formimit dhe pavarësimit të Këshillit të Bashkësisë Islame në Shtime. Edhe për tema tjera që ne ishëm me interes për sigurinë bashkësi, për dukurit negative, për thjesht aspektet e ngritjes edukatës trive, brezave trive, janë thjesht projekte, tema që ne i diskutojmë me Bashkinë Islame, me kryetarin e Bashkisë Islame. Unë jam shumë i kënaqur po flas për gjithë atë kohën e bashkëpunimit që kemi pas. Në fillim kur është marrë iniciativa dhe hapi për themelimin e Bashkisë Islame në Shtime, i kemi pas tema diskutimi, hezitime, edhe kryetari i Bashkisë Islame në Shtime, zoti Mullahisa, në këtë rast, edhe ne a do ketë mundësi e mbjetesës, vetë financimit, gjitha ato, dhe më thonë sepse ka qenë një Bashki Islame e re, nuk ka trashëgu ta quaj prona lokale apo objekte mbi të cilat do të fokusonte atë pjesën e të hyrës, po ka qenë kryesisht vetë iniciativa e xhamatit, dhe me di se vështirësitë e para kanë qenë shumë mëdha. Dhe në këtë po ka qenë një angazhim, mobilizim dhe mendoj që ka qenë ndoshta edhe një vetbesim shumë i fuqishëm i Mullahisës bashkë me stafin e vet për këtë iniciativë. Më vonë bashkërisht jemi munduar që të bëjmë disa objekte të cilat mund ta lehtësojnë në këtë rast, domethënë ne kemi bërë disa objekte në qendër të xhamia e vjetër, pastaj te xhamia e re, me qëllimin që të ketë një të hyrë, ta quaj kështu permanente për Bashkinë Islame. Mendoj që bashkëpunimi jonë është shumë i mirë, besoj që duhet fuqizohet dhe ka mundësi të fuqizohet, dhe përfitues në këtë rast janë qytetarët. Pra, në gjitha angazhimet që kemi bërë, në cila sferat, në gjitha projektet që kemi bërë, në fund gjithmonë barazimi i shkon qytetarit tonë. Në këtë rast, unë besoj që edhe unë si kryetari i komunës bashkë me stafin tim, jemi shumë krenar për këtë bashkëpunim që kemi pas, po unë mendoj që edhe kryesia e Bashkisë Islame në Shtime duhet të jetë krenar për gjitha lëvizjet që ka bën nga dita e parë deri sot, se funi dhe bëllon gjithmonë ka qenë trendi i rritjes cilësisë servimit ka shi qytetarëve. Dhe unë besoj që kjo e ka fuqizuar më shumë atë pjesën e besimit qytetarëve të institucionet edhe tek Bashkia Islame. Komuna e Shtimes numëron 14 xhami, të cilat janë aktive dhe funksionojnë fal kontributit vetanak të Këshillit, por dhe të xhamatit të këtushëm. Këshilli i Bashkisë Islame në Shtime është një prej këshillave më të ri, pra kemi filluar kemi startuar në vitin 2013. Kemi startuar me një infrastrukturë në kushte ju të mira, ju të favorshme. Mirë po, falë Zotit edhe ndihmës dhe për kujdesit të kryesisë Bashkisë Islame që mirët me punët organizative, kemi marrë donacion nga Kryesia e Bashkisë Islame e Republikës Kosovës në krye me Myftyen Naim Efendi Tërnava, donacionet të 2 objekteve në objektin që gjendemi këtu dhe një objekt e xhamia e re në Shtime. Dhe falë këtyre donacioneve sot kemi kushte më të mira në organizimin e jetës fetare, po në përgjithësi ne si administrat në Këshillin e Bashkisë Islame në Shtime. Këshilli i Bashkisë Islame në Shtime ka 14 xhami, gjithsesi ka 14 imam, dhe në dhe imamët kanë kualifikim superior dhe më të paktën kanë kualifikim të mesëm. Në 2 xhamit e qytetit kemi të angazhuar edhe muezin. Në administrat kemi të punësuar kryetarin, i cili kryen edhe detyrën e kryimamit, dhe kemi sekretarin i cili kryen edhe detyrën e arkatarit. Gjithashtu kemi të angazhuar edhe një kurir, i cili kryen edhe detyrën e shoferit,
pra ban vozitin e veturës së kufumave. Numrin e administrat nuk e kemi të plotësuar vendet e punës gjitha për shkak të kushteve financiare, për shkak të pamundësisë të mbulimit të pagave të tyre. Gjithashtu kemi të punësuar edhe inkasant, të cilët bojnë tubimin e antarësisë nëpër fshatra, nëpër terrenet e tyre. I formuar në vitin 2013, Këshilli i Bashkisë Islame në Shqime po arrin të mbijetoj duke ju falendëruar edhe xhamatit, të cilët nuk hezitojnë dhe mundohen t'i kryejnë obligimet karshi Këshillit. Burimi kryesor i të hyrave edhe në këtë këshill, sikurse në mbar Kosovën, del të jetë antarësia, për të cilën apelohet tek qytetarët që të kryejnë obligimet në bazë të mundësive që i kanë. Këshilli i Bashkisë Islame në Shtime, po besoj sikurse edhe këshillat e tjerë, prej burimeve kryesore kemi tubimin e antarësisë, që në vendin tonë në Shtime, në Këshillin e Bashkisë Islame në Shtime, për një antar paguhet 4 euro. Dhe falë këtyre 2 donacioneve që kemi edhe disa nga qirat e lokaleve, dhe gjithashtu prej tyrave të tjera kemi edhe shërbimet e varrimit, të cilat që 4 vite tashmë mbuluhen prej kuvendit komunal, gjithsesi prej komunës së Shtimës, me cilët kemi pas një mirë kuptim dhe deri më sot në kam përgjigj në kryerjen e këtyre obligimeve. Gjithashtu tubimi i sadakatul fitrit në komunën e Shtimës është relativisht jo e mirë në numrin e banorëve që kemi nëse bëjmë krahasimin, mirë po besojmë që në të ardhmen me angazhimin e imamëve edhe popullata do të vëdësohet që sadakatul fitrin ta kanalizojnë apo ta japin në kryesinë e Bashkisë Islame të Republikës Kosovës, sepse mendojmë që sadakatul fitri është një prej burimeve kryesore për mirëmbajtjen apo mbarvajtjen e punës të medresesë së mesme Alaudin në Prishtinë dhe paralelet e saj të ndara në Gjilan dhe në Prizren, gjithashtu edhe për Fakultetin e Studimeve Islame në Prishtinë. Pagesa e antarësisë është jo nivel të kënaqshëm. Ne kur kemi filluar në vitin 2013 si Këshilli i Bashkisë Islame në Shtime, domthonë kemi pasur çdo herë, për çdo vit kemi pasur një ngritje të lehtë, mirë po jo të kënaqshme, jo për të arritur shumën ndoshta dikon ofër 30%. Mirë po këto pagesa pastaj bëhen mblidhen prej inkasantëve, bëhet pagesa edhe në zyrë të Këshillit Bashkisë Islame në Shtime, po jo në nivelin e kënaqshëm duke u bazuar në ato se sa banor kemi edhe sa bëjmë tubimin e antarësisë. Me tubimin e antarësisë ne bëjmë pagesën e pagave të imamëve, sepse në kodër Këshillit Bashkisë Islame në Shtime 15 imam dhe 2 muezin dhe pagesa e antarësisë do të jetë një lehtësim për Bashkinë Islame për mbarvajtjen e jetës fetare në terrenin e këtij këshilli. Me punën e këshillit të këtushëm të kënaqur po shprehen edhe vetë xhamati. Njëri ndër ta thotë se angazhimi i kryetarit dhe imamëve është në masën e duhur dhe se janë krijuar kushte optimale infrastrukturore për kryerjen e të gjitha riteve fetare, duke përfshirë edhe ceremonitë mortore, pritjet në të pame e tjerë. Kushtet në xhami e kemë mira, sidomos mira. Si me imamin, si me mezinin, jem të kënaqur me punën e tyre, dhe me Bashkinë Islame të Shtimës, jem shumë mirë. Xhamati janë të kënaqur. Nuk ka që më thonë që jo kështu imami, jo mezini, jo kryetari sa në shnaqë. Në përpunë, po ne e kemë salonin e kemë, atje e kemë salonin shumë mirë, ato me kontribut të xhamatit, popullit, e kena mbaru, edhe unë shumë mirë, po me na bon
përket komunë Varësinë Islame e Shtimës, komunën e Shtimës, pak o një. Do të me bëhen një të xhamia re atje, me maru. Edhe ku fomat që i lojnë, kemë atje të xhamia re, këti kemë. Karshi obligimeve fetare, imamet në komunën e Shtimës merren edhe me aktivitetet të tjera të cilat janë në dobi të xhamatit. Në këtë xhami, përveç faljes së namazit, thotë kemi aktivitete të ndryshme, me theks veçantë aktiviteti i mësim besimit, ku është një numër i madh i nxënësve, të cilët vijojnë mësim besimin në këtë xhami. Gjatë muajit Ramazanit, numri i tyre shkon mbi 40 nxënës, ndërsa jashtë muajit Ramazanit numri është më i vogël, po megjithatë vazhdon mësim besimi 3 herë në javë jashtë muajit Ramazanit, ndërsa në muajin Ramazan çdo ditë kemi mësim besim, ndonjëherë edhe 2 herë në ditë, varësisht si u përgjigjet edhe nxënësve të cilët vinë këtu orari i tyre në shkollë. Mundohemi që t'i ndajmë do të thotë në grupe nxënësit, ata të cilët janë fillestar, pastaj ata të cilët janë më të përgatitur, ata të cilët janë fillestar zakonisht ju mësohen kaptinat, lutjet kryesore të cilat ju duhen që ta falin namazin, po dhe ju duhen në jetën e përditshme. Kemi gjatë muajit Ramazanit kemi edhe një test. Zakonisht në 20 ditët e para ju shpjegohet libri Drita e zemrës. Pastaj në fund ju bëhet një test, ata më të mirët shpërblehen me shpërblime modeste, një inkurajim, një motivim për ta. Dhe në 10 ditën e fundit mundohemi ta përgatisim një program për ditën e Bajramit. Edhe për Bajramin kemi një aktivitet ku sposhku me tritë e xhamisë mundohemi që secilit fëmijë i cili vjen këtu për ta folur Bajramin, kur del prej xhamisë, do të ju jepet një dhuratë modeste. Krahas kësaj, gjatë muajit Ramazanit mundohemi që të organizojmë një iftar me të rinjt, që për ta është realisht një risi, një diçka e veçantë dhe diçka që ka mbetet në kujtesën e tyre. Mësim besimi në komunën e Shtimës është organizuar mirë. Shumë nxënës vijojnë mësimet në kohën jashtë procesit mësimor, të cilët pajisin me njohuritë bazike të fesë islame. Ne këto aktivitetin në Shtime kemi fillu kështu me rregull prej janarit, sepse nuk ka qenë domethënë rregull të mësimit besimi, sa i përket për nga ana ime. Se kështu domethënë muezini i xhamisë domethënë ka marrë mësim vetëm me djem, edhe kështu që për gjinin femore ka qenë domethënë e nevojshme sa më shpesh domethënë me pas takime. Realisht domethënë gjithë Ramazan kemi marrë ligjërata gjatë tërë muajit. Domethënë edhe këtu çdo javë kemi marrë, por edhe në gjitha fshatrat e komunës Shtimës. Këtu mësim besimi, si thash më herët, që ka fillu prej janarit me rregull, domethënë 5 ditë në javë. Kemi 2 grupe. Mosha domethënë prej 6 vjet deri në 13 vjet mbahet të martën, të njëjtën edhe të premten, për shkak që e ka mësimin paradite, mbahet mësim besimi domethënë prej orës 2 pasdite, 1 orë, 1 orë e gjys. Edhe kështu e kemi edhe me moshat prej 15 deri 30, vinë kështu mësim, domethënë kështu vetëm shkronja, sepse ato domethënë janë më të rritura dhe e dinë domethënë namazin, dhe kështu që i kemi në shkronja. Disa janë lexim Kur'anit, disa janë mësim të rregullave të xhvidit. Interesimi në fillim ka qenë më i dop, mirë po duke ndëgju që ka mësim të rregullta dhe tash vetëm se po shtohet. Në fillim ndoshta me nxënësa të vogël kemi pas 2-3, tash i ka shku numri që janë të rregullt, domethënë që vinë, se vinë edhe me reduktime, mirë po, kështu që vinë të rregullt janë deri në 10-12. Kanë mësu domethënë suret, kanë hyrë namaz, disa janë në shkronja, disa janë lexim të Kuranit. Kështu domethënë vazhdohet mësimi i rregullt, domethënë 5 ditor. Shtunëv kemi një si aktivitet lirë,
dalim për shembull ose dalim këtu e kemi një farë si park i vogël në Kodër ose bëjmë ndonjë aktivitet në xhami ose dalim shëtitim dikon. Kemi mësu një herë, une kam qenë këto në xhami, kam mësu me një hoxh, po tani ju më angazhu edhe me pranvera Jakupi. Une kur kum fillu drejtë në shkronja arabe, sepse i kum ditë namazet edhe suret. Prandaj kum fillu drejtë në shkronja arabe. Masanej tu i mësu, kum vazhdu e kemi pas një libër, pasi kemi mësu ato, kum hinë Kuran, me ndihmën e mësusës, edhe kum lexu Kuran, tash jam faqen 11, më pëlqen me orë në xhami se është një shumë se mi mirë, angazhohem shumë, nuk na shtën dikosh me zë me orë, po kena qef vetë, nuk është e obligueshme, po është mirë me orë, dhe tani kena qef ketë në zonët. Apo të pengon diçka në shkollë kështu, apo të ndihmon më shumë? Jo, nuk më pengon kur gjo, se shkollën në kry para dite, xhamia është mas dite, nuk më pengon kur gjo. Kam edhe kohë të lirë kur të kthejna. Në kuadër të Këshillit të Bashkësisë Islame në Shtime, funksionon edhe dega shoqatës Bamirse Bereqeti, e cila përkujdeset për mirëqenien e rreth 200 familjeve skamnore. Edhe ne, sa kemi qenë me Frezaj, kemi pas këto aktivitete, mi po 2012 si këshill jemi nda për Frezajt, kemi pas prap, kemi funksionu edhe shoqata Bereqeti, e cila është financu kryesisht prej Bashkisë Islame të Republikës Kosovës, prej degës qendrës Bereqetit, unë ndihmu komunën e Shtimës. Ne nuk kemi një buxhet gjithmonë të sigurta. Ne mundum të ndihmojmë familje cilat sa kemi buxheta. Varet nëse qendra me sa pak ose me çka na ndihmon, me atë familje na i ndihmojmë. Në një viti kalendarik, shoqata Bereqeti dega Shtime, zakonisht i ka dikon 200 familje që rregullisht kujdeset për tua. Qysh si vjet, këtë vjet kemi pas pak do aktivitete pak më ndryshe për vitet të kalume, e zakonisht gjatë muajit Ramazanit jemi mundu të ndihmojmë, kemi ndihmuar 11 familje me ka 100 bukë gjatë ditëve të Ramazanit. Para fillimit të Ramazanit kemi ndihmuar dikon 70 familje me nga një pako ushqimore edhe ka 50 kg milla. Ditën e fundit të Ramazanit, natën e Bajramit kemi ndihmuar 170 familje me pako ushqimore. Tash sfundi prej qendrës kanë ardhur dikon 110 pako mish kurbani, kemi ndihmuar 440 familje. Pavarësisht se gjatë këtyre vjetëve është investuar dukshëm në infrastrukturë dhe tashmë pothuajse çdo fshat posedon xhami, drejtues të Këshillit kanë ambicie dhe vullnet për të vazhduar me projekte tjera, të cilat janë në dobi të qytetarëve. Ne si komunë e vogël edhe si Këshilli i Ri, alhamdulillah, pothuajse i kemi rrumbullaksu të gjitha fshatrat me xhami. Me përjashtim, e kemi një fshat të na është Gëllavic, që kemi kërkesën edhe është bërë kërkesa nga xhamati i këtij fshati, që është një fshat i vogël, dikon parapërsisht ofër 100 shtëpi për xhami, edhe jemi duke kërkuar lokacion nga komuna e Shtimës. E kemi Godancin e Epërm, edhe pse është mesxhiti që funksionon gjatë muajit madhreshëm të Ramazanit për faljen e namazit taravive dhe kohëve tjera, jashtë Ramazanit nuk funksionon. Edhe aty është kërkesa, edhe kemi projektin, do të thotë kemi projektin ideor për xhami që ne veç tash do të jemi në bisedime me komunën e Shtimës për lokacion. Edhe kemi fshatin Belenc, i cili ka dikon parapërsisht 120 shtëpi, po që është shumë afër xhamisë së re. Sa i takon, do të thotë fshatrave tjera, i kemi edhe 2 fshatra që janë kodrinore malore, po në banor ka një eventualisht 2 shtëpi, është fshatin Topilleki, edhe e kemi fshatin Karaqic edhe Dug, po në Karaqic edhe Dug, sipas informatave që i kemi tash së fundi, nuk janë dikon 7, eventualisht 8 familje që jetojnë, prandaj atje edhe nuk ka nevojë për objekte të tilla. Planet për të ardhmen,
do thotë ne duhet të arrisim bashkëpunimin me të gjitha institucionet, do thotë të jemi më aktiv në kuptimin e gjeneratave të reja, karshi dukurive negative, në anën tjetër të jemi më afër xhamatit, sepse burimi dhe baza jonë është e xhamatit, edhe pse alhamdulillah xhamatin e kemi të mrekullueshëm. Prandaj thash Zotit që të paktën të jemi në shërbimin e tyre sadopak të nevojave, sepse nevojat e tyre janë shumë të mëdha, ndërsa hapësira dhe mundësitë tona janë pak më të vogla. Është shumë e arsyeshme që edhe ata të jenë ndoshta të pakënaqur me shërbimet tona, duke pas parasysh rrethonat cilat i kemi. Po zakonisht është një fjalë urtë popullore, edhe të mirat, edhe të ligat nuk kanë kufi. Është mirë që të jemi me një mes, edhe të mos kënaqemi me ato çka e kemi arrit, po çdo herë të synojmë për më të lartën edhe më të mirë. Pavarësisht që ky këshill është ndër më të rinjët në Kosovë, ka arritur që të rritet dhe forcohet shpejt. Puna e palodhshme e stafit ka bërë që të krijojë një infrastrukturë të kënaqshme, madje edhe moderne. Projektet për të ardhmen janë të shumta, andaj ky këshill do të vazhdojë punën ashtu siç deri më tani, të pandalshëm në shërbim të fesë dhe atë dheu.